Drenar, fjallën katë për dore vish për veti personalisht. I thesot njës 2 herë atje, e ofendove, tash që është fojt. Kjo është ofendim. Edhe kështu që ndoshe me fojt vetë me veti, kështu me mu nuk mund është me fojt. Okej, se në zonjat keme një respekt. Mendoj që duhet t'i kërkohet djes me që është zonjë. Uj, kërkojnë djes për ata nëse është prejkë, përse ka të hallo për e ka hup konceptit, s'është ka thët kur Për çka? Jo, te nuk je ka din. Zoti Drenori, na I kena krejt puna tona, edhe pse punu e vim këtu si kur analist, nuk varemi as prej qeveris, as prej debateve televizive. Kështu që dosh me thonë, je komplet I pavarur, që ajo do të me thonë. Se nuk më pagun, nuk kërkosh marrë me folë. Jo po drejton aty, se kur ti folë fjallë, dosh më koqit masanera, se ta kthej njerëz ka me ndonë. O, kthej lirisht, përveç rujë, më të ba dhunë fizike se jenë para kamerës. Jo, dhunë fizike, ti dosh me I marrë fjallë, me të vërtet. Po të shumë fjallë në stop. Cilat fjallë, mja fut për Prese erdha këtu ndërmjet pak. Ta vendos paqen. Zona Pranveri që duke fol pak për çështjen e parimeve, më shumë. Mos të kërkojnë ndjes. Besoj që në këtë moment kërkojnë ndjes, nëse e prek, po nuk e kam thënë për me, po nuk besoj që është tensionuar me stata që keni marrë me këto për atë çështje, sepse këtu I kam lajmet edhe reagimet e njerëzve të tjetër palë. Zona Pranver, vjojmë tutje edhe flasim për këtë çështje, por nuk e çojmë në personale sepse s'kemi nevojë. Një gjë e dim që edhe në momentet e tilla shfaqin një të vërtet të këtij debati që është pasioni dhe ajo e drejta e juaj për ta mbrojtur argumentin. Kështrimon e një kësha me thonë para publikut, unë e vi si person I pavarur. Absolutisht. Absolutisht. Edhe mendimet e mia janë personalit mijat. As nuk e ofendoj kërkan, edhe kam shumë kujdes kur I drejtona dikoj. Po sa që është kur më shiqojnë ka shumë shiqus. Unë ju kësha propozu edhe tjerve në qofse dojnë me marë si kur këshill, qofse nuk dojnë mos e marrin. Mirë po, nuk mund është kërkojnë mi ju drejtu, Abdi Gjiku, Hamza e tjetër, unë asë një personalisht, ata lider publik, jo, zonja... Am kuptoj. Ata lider politik, via personalitetet publike, ne kemi drejtë dhe flasim për ta, po njeri tjetrin ta ruajmë në këtë drejtim. Do më thonë, lidhshmëri nuk kishte lidhje as me zotin Abdi Gjiku, as me kërgjoj. Na folëm në parim. Është mirë, ai që e merr qeverin, edhe zoti Kurti, duhet me pas kujdes. Po në qofë se nuk do të ketë kujdes edhe bashkëpunim me qeverin edhe me administratën Trump, ato do ta denojnë ata se jo unë, se unë s'kam fuqi me I bo kur gjo as qeverisë të Kosovës, as njerëzve personalisht. Po e shoh që shumë shikues po na shkruajnë për formulat e tyre të cilat janë të preferuara shembull për të bërë qeveri, kush për ta bërë qeverin. Do ju pyes gjithë juve. A e kina një kështu me po? Po I kam këtu në po më shkruan gjithçka. Kushtim nëse më lejohet, më duket që diçka esenciale po duam. Jo, s'po të lejoj, se do dua shkoj këndej ta pyes zonën Pranver se kemi zonën e vetme edhe do dua nga zona e Pranver. Ama zona e Pranver, tani do ju pyes sinqerisht, ma thoni ju, cila do të ishte formula e duhur sipas mendimit tuaj. Na analizuam çfarë po ndodh. Cila do të ishte më e qëndrueshme shembull për sfidat të cilat I ka Kosova. Po nis me juve, cila formulë për kush me kë të duhet ta bënte qeveri sipas teje? Sipas meje, edhe momentalisht qysh po sillet situata, ato e mendoj me sinqeritet, duhet me bëj lëvizja vetvendosje. Me kë? Me nismën edhe minoritetet jo serbe. Le të bojnë me 61 numra. Po s'krym punë, Po s'krym punë. Në qoftë se nuk krym punë, atëherë me bëni qeveri të qëndrueshme, duhet me hi ato, kjo është dëshirore. Am kuptoni, kjo është dëshirore. Qëndrimi. Ajo se çka po shihet mundet me qenë kështu. E në mënyrë dëshirore, atëherë duhet me PDK-n. Për arsye se atëherë kishte me I ofru një stabilitet ma afatgjatë. Mundemi me zgjedh edhe presidentin, për arsye se përndryshe nuk mundemi pas numrat. Shumë mirë. Po e thashën e pak më herët, njëtin mendim, më thashë qeveria më stabile që kish mujt me qenë, dhe më thonë mas ty në zedheve është VV me PDK-n. A ka formulë që të bëhe këto dyja bashkë shembull, duke e ditur që PDK-ja e kërkon kryeministrin, vetëvendosja nuk hes dorë nga kryeministri. Tash ajo çështje negociata, o s'di ata hek dorë as hek dorë si dihet. Negociata kur ulen me fol aty. A shet mund shumë shembull Kurtin, a shet mund shumë Kurtin president
edhe shoh dikush nga Jo, mund mendoj e kundërta. Mundet edhe kundërta, mundet edhe çashtu një. Për ata, çfarë kur të ulen në tavolinë qiten tana letrat. Edhe masanej diskutohen tana mundësit, edhe në fund arrihet një farë lloj kompromisi, tash varësisht çfarë janë kërkesat, dy palë shkojnë me kërkesa super të larta, masanej bin poshtë dhe lëshojnë pe. Të dy palë. Pak edhe në fund merren vesh tash. A e jap kryeministrin, nëse jap kryeministrin, hala nuk e dim, po s'do të thonë që se jap. A mund konstatojmë një gjë, zoti? Unë se di që ka thonë VV-ja se jap kryeministrin. Nuk e jap. Shkon gjë dhe fos e jap ky. Zoti Shala, a mund konstatojmë një gjë në këtë moment, para se të jap fjalën Matoshit. A mund konstatojmë që ideja e qeverisë së opozitës së deri djeshme, ose deri djeshme, po që sot se dim kush është opozitë, kush është pozitë, e dim kush është detyrë, është ide e vdekur, pra PDK, LDK